Edhe ditën e njëjtë vijoi protesta e qytetarëve në Korçë, duke shënuar ditën e saj të 10, ndryshe nga ditët e para numri pjesëmarrësve ka ardhur në rënje, por protesta nuk është ndërprerë. Rreth 30 qytetarë janë mbledhur në pedonalen e Korçës, ku ngritën një sër shqetësimesh e problematikash që sipas tyre vazhdojnë të mbeten pa zgjidhje. Protestuesit folën për çështje sociale dhe ekonomike, duke kërkuar më shumë vëmendje dhe reagim nga institucionet përgjegjëse. Pavarësisht pjesëmarrjes të ulët, organizatorët deklaruan se protestat do të vijojnë. Sot se dua shumë Korçë. Nuk kam një profesion të tillë që mund të larguar që në vitin 90. E sot mund të isha në orkestrat të mira të Evropës. Po ka preferuar të jem këtu, të nxjerr muzikantë të shkëlqyer, të jap Korçës atë që unë di të bëj, dhe në një farë mënyrë atë që unë i kam dhënë nuk e kam marrë. Po nuk është punë Zvërndeci. Këtu është punë edhe Bosdoveci, dhe Pylli i Drenovës, dhe këto fushat dhe gjërat e bukura që kemi në rreth Korçës. Por për mua, gjëja më kryesore s'ka të bëjë fare me politikën, unë e dua Korçën, po luftoj për Korçën. Kemi dalë se fëmijët janë e ardhmja, kuptohet. Edhe ne kemi zgjedhur të jetojmë në këtë vend, edhe duam që gjërat të shkojnë sa më mirë. Një pjesë e protestuesve u shprehen se të shtunën do të udhëtojnë drejt kryeqytetit për t'u bashkuar protestës që pritet të zhvillohet në Tiranë. Qytetarët thanë gjithashtu se do të vazhdojnë të ngrenë zërin për kërkesat e tyre deri në marrjen e përgjigjeve konkrete nga autoritetet.